Në ditën ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë, anëtarët e shoqatës Shpresë për të Verbrit në Durrës zhvilluan një protestë paqësore para bashkisë. Presidenti i shoqatës Sajmir Farici dhe kreu i shoqatës për Durrësin Jonus Meta evidentuan problematikat me të cilat përballen çdo ditë gjatë lëvizshmërisë së tyre në qytet dhe mungesën e vëmendjes shtetërore në nivel qendror dhe lokal kundrejt të verbërve. 2025 për personat e verbër në mbar Republikën ka qenë një vit jo i mirë, sepse ata në këtë vit janë përsekutuar, janë diskriminuar dhe normalisht nuk kemi arritur të kemi asnjë lloj mbrojtje apo suksesi në të drejtat tona. Në pranverë u bë bonus i pranverës dhe qeveria shqiptare personave masi të kufizuar nuk e dha këto bonus. Mas 60 vjetësh jemi pa zyrë, kemi bërë edhe gjyq me bashki, kemi fituar gjyqet edhe gjyqi ka ngecë te gjykata e apelit. Në Durrës nuk ka asnjë metër shirit që një verbër të ecë në mënyrë të pavarur. Nuk ka semafor akustik, nuk ka dhe shumë gjëra tjera që do të thotë në për institucione duhet të jetë shkrimi braille apo shenja tjera që të verbrit me anë të gishtave të shikojmë për shembull të dinte cila zyrë është kjo. Në mbështetje të shoqatës Shpresë për të Verbrit, sot në protestën para bashkisë ishte dhe kryetaria e shoqatës së para dhe tetraplegjikëve të Durrësit, Adivie Hoxha, e cila e vuri theksin në diskriminimin me të cilin përballen çdo ditë personat me aftësi të kufizuara dhe infrastrukturën e munguar që do t'u lehtësonte këtyre kategorive aksesueshmërinë në institucione apo lëvizje në qytet. Problemet e aftësisë kufizuar janë pothuajse të gjitha të njëjta, përveç se na diferencojnë ato nevojat e veçanta që ne kemi ndryshe nga të tjerët. Ne sot problem kemi aksesueshmërinë, një nga pikat kyçe që na privon në jetën tonë të lirë. Si një person karrike me rrota, ashtu dhe një person me mungesë shikimi. Mos zbatimi i kuadrit ligjor për aftësinë e kufizuar na bën ne që të ndjehemi të diskriminuar në ditët tona të përditshme, por edhe të privuar në një jetë normale si gjithë të tjerët. Protesta u zhvillua në kuadër të ditës ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë, që simbolizon pavarësinë dhe dinjitetin e personave të verbër në mbar botën.